Përshëndetje! Sot kam vendosur të përgatis bukë misri. Bukë me miell misri. Siç e bënte gjyshja dikur, që ishin shumë të shëndetshme. Por do thoni ju me çfarë ta shoqërojmë bukën e misrit. Dhe thjerrzat jeshile do ishin një kombinim perfekt. Bukë misri me thjerza. Ndiqeni videon për të mos humbur asnjë detaj të gatimit. Fillojmë me përgatitjen e bukës së misrit. Na duhet një tas i thellë, në të dohet 2 filxhan me miell misri, unë përdor këtë miellin e verdh, sepse më pëlqen më shumë, 1 majluge kafeje me krip, gjysmën e kësaj baking powder, jo të gjithën, vetëm gjysmën, sepse janë vetëm 2 filxhan, e përzijej mirë me miellin. Në të do shtoj 1 kupë me kos, do shtoj dhe 2 lugë vaj ulliri, do hedh ujë të vakët, jo shumë të nxehtë, por jo dhe të ftohtë, që ta përzijej, sepse mielli i misrit është pak i ashpër dhe kërkon ujë pak të nxehtë. Brumin do ta punoj mirë gjatë gjithë kohës me lugë. Pasi brumi të jetë gati, do ta hedh në një tavë ku kam shtruar 1 letër guzhine. E drejtoj sipërfaqen e brumit me anë të një luge dhe tani është gati që ta fus në furrë në 200 gradë për 30 minuta. Ndërkohë që buka piqet, filloj me përgatitjen e thjerrzave. Do na duhen thjerza jeshile, kam marrë këtë paketimin. Unë do përdor vetëm 1 filxhan thjerza. Do i hedh në një tenxhere të vogël, i shplaj më mirë me ujë të ftohtë dhe do i ve të valojnë për pak minuta, vetëm sa të marrin një valë dhe t'ja u derdh ujin, sepse nuk më pëlqejnë kur krijojnë atë ujin e kuq. Thjerrzat tani sa po kanë marrë valë, unë do ta fik sopën, do ja u derdh ujin dhe do i le t'i hedh më vonë në gatim. Për këtë gatim, unë kam marrë një qep të vogël, një deg selino të vogël, udhra, karot dhe spec të kuq. Ju mund të përdorni çfarë të dëshironi. I gri të gjitha në kuba të vegjël. Do t'i shtoj 1 domate të vogël, sepse nuk më pëlqen që të shtoj salsë. Kam marrë 1 racion mish lope, do t'a gri në kuba të vegjël, sepse i jep shumë shije. Vendosim një tigan në zjarr, hedhim të parën qepën dhe udhrën, shtojmë pak vaj ulliri dhe i kaurdisim. Pasi qepa dhe udhra janë gati, do shtojmë mishin. Shtojmë perimet e grira, që t'u japim një skuqje të lehtë të gjitha bashkë. Pasi perimet janë skuqur, do shtojmë dhe thjerrzat që i kam shplar dhe i kam kulluar. Tani shtojmë dhe domaten e grirë. Dhe në fund shtojmë erza sipas dëshirës. Unë kam shtuar piper të zi, rigon, plur speci ose piper të kuq dhe një gjethe dafine, sepse i jep aromë shumë të mirë. Do shtoj ujë të nxehtë derisa t'i mbuloj. Do ju vendos kapakun dhe do i le të zijej. Buka e misrit tani është gati, është pjekur, do ta heq nga furra. Është fantastike. Ka një aromë shumë të mirë.
Ka dalë super e butë, si që shikoni. Është pjekur shumë mirë, është kulluar shumë mirë. Thjerëzat tani janë gati, e kam fikur sobën, po shtoj sipër koper të freskët dhe po i largoj nga zjarri. Thjerëzat me perime janë një bombë ushqyese, plot proteina, fibra dhe vitamina. Këto ishin recetat për ditën e sotme. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar me një ide në ditë që nuk po vendosni dot çfarë të gatuani. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund me mua, mos harroni të bëni like dhe të lini komente rreth gatimeve të mia. Bëni subscribe nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe qëndroni në këtë komunitet për më shumë receta gatimi. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshim!